Lavdëroni Zotin, se është i mirë. Alleluia. Tema që do të mbajmë sot është parajsa dhe feri përjetojnë që në këtë jetë. Duke mos hyrë më njëherë në teologji për konceptin e parajsës dhe sferit, ku janë të përcaktuara jo vetëm si emra, por dhe domethënia e këtyre dy vendeve diametralisht të kundërta, le të bëjmë në fillim një kërkim të thjesht antropologjik për parajsën dhe ferin. Që nga zanafilla e njerëzimit, pra lartësia e tij, njerëzimi ka parë me besim për së largu për te i vdekjes dy destinacione të përjetshme. Parajsën si shpërblim për punët e mira të njerëzve besimtar, ose ferin si dënim të veprave të këqija dhe të pabesve. Parajsa si fjalë vjen nga persishtja paradiso, që do të thotë kopësht. Emërtimi parajs në kupton gjithashtu sot qiellin, vendi ku qëndron Perëndia bashkë me angjët dhe shenjtorët. Kurse feri ose Xehena vjen si emër nga lugina në Jeruzalem, ku digjeshin vazhdimisht plerat dhe kufomat. Prandaj dhe Isui e përdor atë vend si një lloj epiteti në lidhje me dhimbjet e tmerrshme të mëkatarëve që do t'i vuajnë në ferrin, në zjarrin e pashuar të ferrit. Për parajsën dhe ferin janë folur, janë shkruar libra të shumtë, janë kompozuar vepra arti. Prandaj askush nga njerëzit nuk mundet të mos thotë që nuk kam dëgjuar për parajsën dhe ferrin, dhe duhet dim se sado që njeriu është përpjekur ta personifikojë, ta simbolizojë, ta përshkruaj parajsën dhe ferrin, duke përdorur mjetet e tij artistike ose shprehëse, asnjëherë parajsa dhe feri nuk janë shprehur ashtu siç janë në të vërtetë, sepse ato janë përtej botës fizike, janë metafizike. Kështu që bota jonë racionale, arsyeshme, e ka të pamundur të përshkruajë të tërën ashtu siç është ajo që është irracionale, përtej arsyes. Por aq i vjetra në përgjithësi, njerëzit e duan natyrën, edhe veçanërisht kopshtet e bukura, madje edhe ku nuk i kanë njerëzit e improvizojnë kopshtet, dhe kjo patjetër na tregon diçka, që njeriu u krijua dhe u vendos në një kopësht, në kopshin e Edenit, në parajsën toksore. Prandaj edhe neve, siç edhe e përmendëm më sipër, kemi nostalgji për qëndruar në këto kopshte të natyrës ose të improvizuar. Madje kur shikojmë një natyrë shumë të bukur, shumë harmonike, ose një kopësht, themi këtu është si një parajsë. Dhe na duket si një lloj déjà vu-e, pra sikur diçka sikur e kemi parë, por nuk është gjë tjetër veçse ajo që është në subkonsciencën tonë, të cilën ne e kemi jetuar, jo ne si individ, por natyra njerëzore, dhe e transmetuar në genet tona, në atë psiqikën tonë, e transmetuar nga brezi në brez, dhe të gjithë njerëzit, pra edhe ata më skeptikët, ka një lloj ndjesie për parajsën, por edhe për ferin që është e kundërta e parajsës, pra është vendi i mundimit. Duhet dim se Bibla na shpreh qartë që ka ekzistuar në fillim një parajsë toksore, e cila ka qenë pasqyrimi i vendeve qellore ose i parajsës qellore, vendi ku rinte Perëndia bashkë me angjëjt. Dhe në Bibël na thuhet pastaj Zoti, Perëndi mbolli një kopësht në Eden, fjala Eden do thot në lindje, dhe vendosi njeriu që e kishte krijuar. Dhe kështu njeriu qëndronte në kopshtin e Edenit. Kopshti i Edenit ishte i mbjellur me urdhën e Perëndis, me pemë frutdhënëse dhe me bar, dhe aty njeriu qëndronte bashkë me kafshët, në një harmoni të përsosur. Njeriu u krijuar nga Perëndia dhe vendos në kopshtin e Edenit që ta punoj dhe ta ruaj. Dhe kështu sipas modelit të kopshtit të Edenit, ai do të bënte pastaj gjithë botën. Ky ishte plani që kishte Perëndia.
Por dim që njeriu fatkeqësisht nuk qëndroi në kopshin e Edenit, sepse njeriu mëkatoi. Pra hëngri atë pemën, frutin e pemës së ndaluar që ishte në mes të kopshit të parajsës. Prandaj edhe Perëndia, kur pa që njeriu u rebelua nga urdhri i Perëndisë dhe dëgjoi angjëllin e rënë ose eusforin, Perëndia e përzuri njeriu nga kopshi i Edenit sepse rrezikonte që njeriu të hante nga pema e përjetësisë dhe të mbetej i përjetshëm në gjendje mëkatare pa pakthim ashtu si dhe djalli. Prandaj dhe Perëndia e përzuri njeriu dhe në portën e parajsës vendosi një keruvim me një shpatë të zjarr, që njeriu thash të mos hyjë përsëri dhe të marrë nga pemët ose nga frutat e pemës së përjetësisë. Dhe njeriu doli nga kopshi i Edenit. Tradita thotë që Adami dhe Eva ka qëndruar 40 ditë e 40 netë në portën e kopshit e Edenit, të parajsës toksore, por edhe pse qëndruan duke qarë dhe duke agjëruar pa ngrënë dhe pa pirë, ata nuk hyn dot atje, sepse mëkati nuk mund të shlyhet thjesht me një pendes ose një keqardhje ose edhe me një agjërim. Mëkati njeriu që shumë i madh dhe deshte një sakrificë. Sakrifica që do të vinte kur biri i Perëndis bëhet bir njeriu dhe të kryqëzohej në kryq si qingji i Perëndis që shlyen mëkatet e botës, mëkatin fillestar, stojgjyshor të Adamit dhe Evës dhe gjithë mëkatet tona personale. Pastaj njeriu do t'i jepi përsëri mundësia për të hyrë në parajsë. Por le të kthehemi te koncepti i parajsës dhe i ferit. Sado fantasi që mund na duket ky vend i parajsës, përsëri që na duket jashtë kufive të realitetit, sepse ne shikojmë një botë sot kontradiktore, shumë pak vende i shikojmë të bukura, të luluzuara, harmonike, gjithandej shikojmë që natyra lufton njëri tjetrin, aq më tepër kur ka vënë dorë dhe njeriu në shumicën e rasteve e ka shkatruar njeriu. Prap neve kemi thash atë nostalgjin për kopshet dhe për një parajsë ku ne jemi larguar. Po ashtu, edhe vendet ekstreme të natyrës, me të nxehtin, me flakët, sidomos vulkanet, lava që del, gjithmonë njerëzve ju ka krijuar një lloj ideje për xhehenën, për ferrin. Dhe ashtu siç e kanë quajtur për shembull Vezuvin si gryka e ferrit. Edhe sot është një vend ku del gjithmonë lavë dhe quhet gryka e ferrit. Pra njerëzit e kanë parë flakën dhe shkatrimin e flakës, të nxehtit, temperaturat e larta dhe erët e keqe të squfuri që del nga këto vulkane si një gryk ferri. Pra është ajo, pra si them, intuita që ka njeriu që ta përjetoj parajsën, siç thash, në një kopësht, edhe ferrin kur e shikon në një vend që është kundër tij ose është në dëm të tij. Të gjitha këto gjendje të parajsës dhe të ferrit, njeriu i përjeton që në këtë botë, jo vetëm kur i shikon si të performuara në natyrë, por ai ka dhe brenda qenies së vet. Sa e për shembull një njeri bën një gjë të mirë, thot një fjalë, jep një lëmosh, pajton disa njerëz, lutet, ai fillon ndjen brenda vetes një lloj gëzimi, një lloj paqe, dhe e shijon një lloj ëmbëlsie, që është një parashijim ose një shijim i vogël i gëzimit të parajsës që kishte njerëzit e parë, por dhe ata që e fituan me besim te Krishti dhe patën një vdekje të krishterë shenjtor. Ose kur shikojmë për shembull që njeriu është harmonik me natyrën, kujdeset për natyrën, ose edhe me kafshët. Pra, shikojnë që njeriu i duket vetja si një Adam ose një Evë, që kishin shoqëri me kafshët dhe ishin në harmoni me natyrën. Këtë neve e përjetojmë në ato aspekte të jetës sonë. Dhe kundërta, kur kemi një mendim të keq, armiqësor, aq më tepër kur kemi dhe një veprim kundërshtar ndaj njerëzve edhe ndaj natyrës, aq më tepër dhe kundër Zotit, patjetër që njeriu nuk ndjen gëzim, ndjen hidhërim, ndjen trishtim, ndjen dëshpërim, ndjen vetmi, ndjen frikë, ndjen ankth.
Këto janë parashijimet të ferrit. Pra, si parajsa, si ferri, janë parashijime në këtë jetë. Edhe nga ana figurative, si shtam, që i gjenë në natyrë, por edhe nga ana shpirtërore të cilat ne i përjetojmë. Prandaj, duhet dim se edhe ferri dhe parajsa nuk janë vetëm vende, por janë edhe gjendje. Dikush ka thënë, nëse ka një ferr mbi tokë, ky gjendet brenda zemrës së njeriut melankonik ose të dëshpëruar. Sepse ferri është një nga vendi i vetmisë, ku njeriu është pa Zotin. Jo se Zoti nuk është në ferr, Zoti është kudo, por njeriu i ri kundra Zotit, dhe i ri në kundra në përjetësi, sepse në ferr nuk ka kthim mbrapa, se atje nuk ka kohë, dhe në ferr është një vend vetmie. Pra ku njeriu është i vetëm me problemet e tij, me hallet e tija, dhe është një vend mundimi, që është një vend mundimi shpirtëror, siç është sot bota e vdekjes ose e hadit, dhe pastaj do të jetë dhe një vend mundimi trupor kur të vi Krishti për herë të dytë dhe do kemi ngjalljen e të vdekurve dhe njerëzit do gëzohen në parajsën qiellore dhe toksore me shpirt dhe trup dhe do vuajnë në ferrin nën toksor me shpirt edhe trup. Pra, argumentet për ekzistimin e parajsës dhe të ferrit si shpërblim për të drejtin dhe ndëshkim për të padrejtin është dhe aspirata e njeriut i cili shpeshherë në këtë botë shikon padrejtësi. Neve shikojmë padrejtësi privime dhe kur themi ku është Zoti, ku është drejtësia e Zotit, si do jetë kështu, por patjetër që njerëzit besimtar ka një ngushëllim se vërtet në këtë botë ata nuk gjejnë drejtësi, përkundrazi, por besojnë se një ditë drejtësia do vendoset. Dhe do vendoset kur të vi Zoti, i cili do të jetë i gjithi në të gjitha edhe në këtë botë, që për një farë kohe është në sundimin e Satanait dhe të njerëzve të liq. Prandaj njerëzit e pranojnë parajsën edhe si një vend ngushëllimi për padrejtësitë që janë në këtë botë. Por e pranojnë edhe ferrin si një vend dëshkimi për të gjithë ata të cilët mund t'i kesh shpëtuar në dëshkimit në këtë jetë. Por siç tham, vuajtjet për mëkatarët dhe gëzimi për besimtarët fillon që në këtë jetë. Është edhe shpirtëror, është edhe fizik. Por gjërat këtu nuk janë të ndara siç do jenë mbas vdekjes ose mbas ardhes së dytë të Krishtit, po këtu gjërat janë të përziera. Prandaj e kemi pak të vështirë për ta dalluar. Ndërgjegjja njerëzore tham që nuk mund ta pranoj se e mira, virtuti, sakrifica, flijuese të dashurisë mund të mbeten të paruara përgjithmonë pa një shpërblim të merituar. Po ashtu dhe e keqja, mëkati, krimi dhe çdo ligësi tjetër të harohen, të kamuflohen, të mbulohen në këtë botë mëkatare, por një ditë ato do kenë dëshkimin e tyre. Prandaj besimtari që nuk e gjen të drejtën te bota, tham, ai ka shpresë në drejtësinë hyjnore. Duke pritur ditën e Zotit, atë që quhet dita e fundit e botës, ku ne na thuhet tek psalmet, vendose fatin tënd tek Zoti, ki besim tek ai, dhe ai ka për të vepruar. Ai do të bëjë që të shkëlqej drejtësia jote si drita dhe ndëshmëria e saj si mesdita. Sepse njerëzit e këqij do të shfarosen, por ata që shpresojnë në Zotin do të bëhen zotër të tokës. Pra, ne presim ardhen e dytë të Krishtit. Në ardhen e dytë të Krishtit gjërat do ndryshojnë kategorikisht. E para djalli, demonët që janë shkaktar të mëkatit të parë dhe prishjes së botës, të kopshit e Edenit, do të shkojnë në ferr, sepse ferri u bë për djallin dhe demonët. Dhe jo vetëm ata, por dhe gjithë që ju përshtatën djallit, ju nështruan djallit, u ngritën kundër Zotit, që është krijuesi i qiellit dhe i tokës, por u ngritën dhe kundër njerëzimit, duke bërë mëkate, krime, si që është mëkati i parë që Kaini vravi Abelin, dhe bota u ndot me gjakun e të drejtit Abel dhe me krimet që vazhdojnë dhe bëhen, por edhe me çdo mëkat tjetër, Zoti do t'i marrë të gjitha mëkatarët të papenduar dhe do t'i çojë bashkë me djallin në ferr. Kështu që do mbetet Zoti me besimtarët, me të drejtët
me të penduarit, me të shenjtëruarit. Dhe atëherë Zoti do krijojë një qiell të ri edhe një tokë të re. Por parajsa në tokë do të jetë ajo e dyta, do të jetë ndryshe nga parajsa që ishte në kopshin e Edenit. Sepse nëse ne lexojmë në librin e zbulesës, aty na thuhet që parajsa e dytë ose Jeruzalemi që do zbresi nga qielli, do të jetë me muret e tij dhe gjithë ai brenda do të jetë me gur të çmuar, të cilët janë të pakorruptueshëm, janë të paprishëm. Parajsa e parë ishte bimore për treguar se ajo mund të prishej, kurse parajsa e dytë, që do sjellë Zoti në tokë, është e paprishme, sepse nuk do ekzistojë më tundimi dhe mëkati. Dhe qielli dhe toka do të jenë të bashkuara. Por e kundërta do kemi dhe ferrin, që është një vend i cili do të jetë nën tokë dhe atje do të vuajnë përjetësisht djalli, demonët, por dhe gjithë ata që i vajtën pas djallin, adhuruan djallin, i shërbyet djallit, por dhe gjithë ata që mëkatuan dhe nuk u penduan. Dhe ata do të shkojnë në ferr, në vendin e mundimit. Parajsa dhe ferri, pra janë, si thash, nocione të cilat neve nuk mund t'i quajmë abstrakte, sepse ne tham edhe i parashijojmë duke i parë deri diku, por dhe duke i përjetuar. Por duhet dim se kemi edhe njerëz të cilët janë larguar nga kjo botë, siç quhet ajo vdekja klinike, dhe janë kthyer prap, dhe pothuajse ka shumë dëshmi në botë. Gati mund themi është vërtetuar se 18% e njerëzve kanë marrë disa indicie për parajsën dhe për ferrin. Ka njerëz që të cilët kanë mësuar këtë lloj vdekje të përkohshme dhe kanë hyrë në dimensionin e jetës së përjetshme. Ata kanë parë parajsën, thonë që kanë parë parajsën, një vend me lule, një vend paqësor, një vend harmonik, kanë parë ëngjël, kanë parë shenjtor, dikush ka parë dhe Zotin, dhe patjetër që janë kthyer dhe na ka dhënë dëshmi për këtë. Këtë i kemi edhe në jetët e shenjtorëve, të cilët dëshmitë e tyre janë të vërtetuara nga kisha dhe jepen për katekizëm. Por jo vetëm të jetës shenjtore, por edhe në njerëz të thjesht, Perëndia ka dhënë si them këto fakte për ekzistencën e parajsës tek këta njerëz. E kundërta, ka dhe njerëz të cilët kanë mësuar këtë vdekje të përkohshme dhe kanë vajtur edhe në ferr, kanë parë mundimet e ferrit, vuajtjet e ferrit ose të hadit, sepse tani kemi burgjet, vendet e mundimeve, sipas mëkateve të njerëzve që mundohen nga demonët shpirtrat për të pritur në ankth ferrin. Dhe pra ka njerëz që japin dëshmi të tilla dhe mbi të gjitha ne mbështetemi te dëshmitë e shenjtorëve. Dhe në sinaksarat e kishës, në jetën e shenjtorëve, ne kemi shumë dëshmi të cilët ata na kanë treguar për për këto fakt që ata e kanë parë edhe parajsën edhe ferrin. Por po themi të gjithë fetë monoteiste që besojnë se ekziston një perëndi e kanë konceptin e qartë të parajsës dhe ferrit. Pra nuk është një koncept thjesht abstrakt ose për një grup, por të gjithë fetë e kanë këtë. Por për krishterimin, ardhja e dytë e Zotit, që si thash është dhe fundi i botës, do të jetë një ardhje e lavdishme e Krishtit, sepse ardhja e parë e tij ishte ardhje e përulur, që ishte e fshehtë, e pam pak njerëz. Ardhja e dytë do të jetë e dukshme për gjithë, pra Krishti do shkëlqej me lavdinë e Atit si Perëndi njeri 7 termët i forcës së diellit, dhe fjala 7 ose numri 7 është një numër simbolik, pra nuk dielli do erësor, sepse Krishti do ndriçojë dhe do jetë i dukshëm për gjithë njerëzit, jo vetëm për ata që e duan, që do jetë gëzim dhe presin, por edhe për mëkatarët që e kundërshtojnë, madje edhe për ata që e kryqëzuan, thuhet, sepse të gjithë njerëzit, si ata që kanë vdekur do ngjallen, kurse ata që janë gjallë do transformohen me trupa të pavdekshëm dhe të gjithë do paraqiten përpara Krishtit. Dhe pastaj do vi gjykimi. Shikoni çfarë na thuhet tek libri i zbulesës. Dhe pash të vdekurit të mëdhenjë të vegjël që rinin në këmbë përpara Perëndisë
Dhe librat u hapën dhe u hap një libër tjetër që është libri i jetës, dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libra, sipas veprave të tyre. Dhe deti i dorëzoi të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe Hadi dorëzuan të vdekurit që ishin në të dhe në ta, dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të tyre. Ky gjykim do të bëhet nga Isu Krishti, që është biri i Perëndis dhe biri i njeriut. Sepse përsëri tek Ungjilli sipas Johanit na thuhet, sepse ati nuk gjykon, por gjithë gjyqin ja la birit se është bir i njeriut. Pra, ne nuk do gjykojmë thjesht nga Perëndia, po do gjykojmë nga njeriu Krisht, i cili erdhi u bë njeri si neve, jetoi midis nesh, por pa mëkatuar. Pra, ai do na i bëj gjykimin, sepse edhe ai kaloi nga si proba të ndime, por nuk mëkatoi. Krishti si Perëndi njeri do të jetë i gjithi në të gjitha. Por ardha e ty të Krishtit do jetë një ndryshim shumë i madh. Për ata që duan Zotin, prania e tij do të jetë gëzim i pafund, ndritshim, paqe, lumturi, pra një lloj parajse. Dhe Perëndia do thaj çdo lot nga sytë e tyre dhe vdekja nuk do të jetë as breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan. Por për ata që e kanë urryer Zotin, e kanë mohuar Zotin, e njëjta prani e Krishtit do të jetë torturë e pafundshme, ferr dhe vdekje e përjetshme. Shikoni çfarë na thuhet. Kurse për frikacakët dhe të pabesët, dhe të neveritshmit, dhe vrasit, dhe kurvërusit, dhe magjistarët, dhe idhujtarët, dhe të gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë në liçenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë. Vdekja e dytë quhet jo sa ata do azgjësohen atje, por do vuajnë dhe ekzistenca me vuajtje quhet një lloj vdekje. Disa njerëz e kanë vështirë të besojnë parajsën si vend shpërblimi, por sa më shumë e kanë të pamundur të besojnë ferin si një vend mundimi dhe aq më tepër ta quajnë ferin si një vend mundimi që ka krijuar Perëndia. Por, sipas krishtërimit ortodoks, feri nuk e krijoi Zoti. Feri u krijua për shkak të rebelimit të djallit dhe demonëve, të cilët ishin në parajsën qiellore. Po kur ata u rebeluan ndaj Perëndis, ata i krijuan ferrin vetes. Ferri është një gjendje që do të thotë i rish kundër Perëndis. Ti si të them ta shtysh Perëndin. Kjo të qëndrosh kundër Perëndis do të thotë që ti krijosh vetes tënde një gjendje shpirtërore që është e kundërt me atë çfarë është tek Perëndia. Pra, Perëndia është një qenie e lumtur, ti bësh një qenie e dëshpëruar. Perëndia është dritë, ti bësh errësirë. Perëndia është gëzim, ti bësh hidhërim. Pra, kuptoni që këtë ja krijoi vetes djalli në fillim. Por, fatkeqësisht, edhe njerëzit që bën punët e djallit, u gënjyen nga djalli dhe i ushtruan djallit me dashje dhe pa dashje, edhe ata do të bëhen si djalli, patjetër që do shkojnë dhe ata në ferr. Kështu që njerëzit të cilët u tunduan nga demonët dhe u rebeluan, patjetër që nuk mund të shkojnë tek Zoti. Kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, armisia, grindjet, xhelozit, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të deurit, grykësia dhe gjërat të ngjashme me këto, patjetër që janë punë të djallit. Dhe një njeri i cili ka bërë këto dhe mbetet në këto gjëra, nuk mund të bashkohet me Zotin, sepse Zoti nuk e pranon mëkatin. I ri kundër mëkatit, por kur mëkatari mbetet i ngjitur me mëkatin, ashtu si djalli që nuk u pendua, atëherë edhe mëkatari do të shkojë në vendin që është përgatitur për djallin dhe për demonët. Nuk është Perëndia që e çon njeriu në ferr. Nuk gëzohet Zoti që njeriu të vuajë, sepse njeriu është krijuar sipas ikonës Perëndis. Ne të gjithë jemi krijesa të Perëndis. Por njeriu vetë e zgjedh vetë pozicionin e tij. Për shembull, jemi përballë zjarrit. Çfarë pozicioni do zgjedhim? Në qoftë se ne do të rrim zjarrin në një distancë që zjarri të ndriçon dhe të ngroh, atëherë zjarri është i mirë. Por në qoftë se ne do gjejmë një distancë ku t'i afrohemi zjarrit që ai të na djeg, atëherë pozicioni ynë ndaj zjarrit është i gabuar dhe i dëmshëm. Kështu pra është Perëndia. Perëndia është zjarr që konsumon, zjarr që ndriçon, zjarr që djeg. Varet çfarë pozicioni ti i ri Perëndis. Ky është zjarri i dashurisë së Perëndis, sepse Perëndia është një zjarr që të përpinë, thot Apostulli Pavli, që banon në dritën e parafushme. Për ata që duan Perëndin dhe krijimin e tij,
Zjarri që të përpini Perëndis do të jetë një lumturi e ndritshme dhe kënaqësi e parë rrëfyer. Për ata që nuk e duan Perëndin dhe që nuk e duan as pak krijimin e tij, i njëjti zjarr që të përpin do të jetë shkaku i qarjes, i kërcëllimit të dhëmbëve të tyre. Ata që do të jenë në ferr, do të ndëshkohen me kamzhikun e dashurisë. Sa mizore dhe sa idhur do të jetë tortura e dashurisë. Por ata që kuptojnë se kanë mëkatuar kundër dashurisë, vuajnë më shumë se sa vuajtjet e shkaktuara nga torturat më të tmerrshme. Dhimbja që pushton zemrën që ka mëkatuar kundër dashurisë është më therrse se çdo dhimbje tjetër. Nuk është e drejtë që të thuash se mëkatarët në ferr janë privuar nga dashuria e Perëndis, por dashuria vepron në dy mënyra, si vuajtje për dënuarit dhe si gëzim për të bekuarit. Varet nga njerëzit që në këtë jetë të shijojnë parajsën apo ferrin dhe në fund të jetës të vendosen aty përgjithsisht nga qëndrimi i tyre ndaj dashurisë dhe drejtësisë së Perëndis. Këto fjalë janë fjalë të Shën Isak Siriani. Pra, Zoti është i gjithi në të gjitha. Dhe pavarësisht se na duket paradoks, Zoti është dhe në ferr. Por, çfarë ndodh në ferr? Në ferr krijesat e tij që ai krijoi me dashuri i rin kundra Perëndis. Kjo do krijojë atë rezistencën, atë tensionin që është në dënim të krijesave. Të eusforit, krëngjëve të rënë, të angjëve të rënë, demonëve, por dhe të njerëzve të cilët do mbeten njësh me djallin dhe me mëkatin. Pra, dhe ardhja e dytë e Zotit do të heqë kohën, nuk do ketë më kohë. Prandaj, dhe ata që do mbeten në parajsën, që Zoti do ta krijojë në tokë, në qiellin e ri dhe në tokën e re, do të jenë përjetësisht të lumtur, se përjetësisht do jenë me Zotin dhe nuk do ndryshojnë. Kurse edhe ata që do jenë në ferr, fatkesisht përjetësisht do jenë të dënuar, sepse dha aty gjendja nuk do ndryshojë. Nëse ne lexojmë shkrimin e shenjtë, na thuhet që kur të vi Zoti Krisht për herë të dytë dhe të ulet si mbreti i qiellit dhe i tokës, Zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve, nga froni i tij do dalë një zjarr i madh. Ky zjarr i madh nuk është gjë tjetër veçse hiri i dashurisë së Perëndis. Siç edhe e dëgjuam nga apostulli Pavli dhe e përmend shenjtori, është një zjarr që konsumon, një zjarr që të përpin. Dhe në këtë zjarr, siç na thuhet edhe tek shenjtorët, në këtë zjarr do provohen të gjithë njerëzit. Pra Zoti do t'i thotë të gjithëve, në fillim të drejtëve, besimtarëve, shenjtorëve, do hyni në këtë zjarr. Dhe na thuhet që nga ajo zbulesa që është bërë shenjtorëve, njerëzit e drejtë, besimtarët, shenjtorët, do hyjnë në këtë zjarr dhe do kalojnë nga ky zjarr më të ndritshëm. Por aty do hyjnë dhe mëkatarët. Mëkatarët do të mbeten aty, sepse do të digjen edhe vepra dhe nuk do ta tekalojnë atë, si them, provën e zjarrit. Dhe do mbeten në zjarr. Dhe kështu pra do vendoset drejtësia e Perëndis. Prandaj, jo se Zoti bën, si dem, i ndan njerëzit sipas dëshirës së tij, pra disa i privilegjon, disa i dënon, jo, Zoti është i drejtë, unë po vi shpejtot dhe kam gjykim për secilin sipas besimit dhe veprave. Prandaj thot, kush do të shenjtërohet, le të shenjtërohet akoma dhe më. Kush do ndërsohet, le të ndërsohet akoma dhe më. Ja, unë po vi shpejt. Dhe secilin do gjykoj sipas besimit dhe veprave. Çështja është se ne vetë zgjedhim qëndrimin në parajs me Zotin ose vajtjen në ferr kundra Zotit. Prandaj të dashur të krishterë, dhe gjithë ata që ne na dëgjojnë, duhet të besojmë se ekziston parajsa dhe ferri, sepse tham kemi fakte, kemi përjetime, kemi dëshmi, logjika jonë na çon aty, po ashtu edhe drejtësia e Perëndis. Por lum ata që do jenë në parajs, që do të zgjedhin të shkojnë në parajs duke besuar në Krishtin dhe duke pasur një vdekje të krishterë, dhe mirë ata që do shkojnë në ferr. Por edhe ata që kanë marrë rrugën për ferrin, kanë mundësi sa janë në kohë të kthehen nga rruga e ferrit, sepse kanë mundësi që të pendohen, të rrëfehen ose të pagëzohen. Dhe kështu që duke u penduar, pavarësisht se nuk ke vepra të mira,
ti mund të shpëtosh. Kush ishte i pari që shpëtoi dhe hyri në parajs? Nuk hyri as Hylincja, nëna e Zotit, as Joan Pagzori, që janë njerëzit më të mëdhenj që kanë lindur nga barku i gruas, siç ishte dhe Joan Pagzori, as një nga apostujt e Krishtit, hyri një hajdut, një kriminal, i cili u bashkëkryqëzua me Krishtin. Bashkëkryqëzimi i me Krishtin do thotë se në këtë jetë vuan edhe i drejti dhe mëkatari. I drejti vuan për drejtsinë e Perëndisë dhe për mëkatet e njerëzve, mëkatari vuan për mëkatet e veta. Pra vuajtja është e pashmangshme në këtë jetë. Por mund të ndodhë që vuajtjen ne ta përdorim për mirë. Edhe vuajtjen që vuajmë nga mëkatet, që vuajtjet na sillin në vete, të pendohemi, të besojmë në Krishtin, të kërkojmë ndihmë Krishtit, bashkohemi me Krishtin. Çfarë tha Hajduti? Kriminali i penduar, ndryshe nga i tjetri, që ishte në të majtë të Krishtit, që shante dhe mallkonte derisa dha shpirtin. Kurse ky tjetri në djathtë pushoi dhe i thati, pusho tha, sepse ne e meritojmë të dënim. Prandaj jemi këtu. Kurse ky, Krishti në kryq, nuk ka bërë asgjë. Dhe i tha, kujton mo Zot, kur të vish në mbretërinë tënde. Çfarë i tha Krishti? Në të vërtet po them, sot do të jesh me mua në parajs. Prandaj, Zoti Krisht e ka hapur derën e parajsës, jo vetëm për besmirët dhe për të drejtët, por e ka hapur dhe për mëkatarët. Dhe kush është porta për ty në parajs? E pendimit dhe e rrëfimit. Prandaj, çfarë mund bëj Zoti më shumë se kaq? Pra edhe për ata që se meritojnë parajsën, por pranojnë mëkatet e tyre, pendohen për mëkatet e tyre, e pranojnë Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, dhe bashkohen me Krishtin me misteret e kishës, edhe në momentin e fundit të jetës, ose pagzohen, ose pendohen rrëfer, dhe ata shpëtojnë. Prandaj, është çështja, ne nuk duam të hyjmë në parajs. Ne e mbyllim derën e parajsës, jo se Zoti e mbyll atë, sepse si thotë Shëmpaisi, parajsën Zoti nuk e bëri për dhit, e bëri për ne. Dhe ferrin nuk e bëri për njerëzit, por ferrin e krijuan djallët dhe demonët. Prandaj duhet të zgjedhim, të shkojmë të rrimë me Zotin në parajs, në vendin e kënaqësive dhe të lumturisë, apo fatkeqësisht të zgjedhim një vend të mundimit që është bërë gati për djallin dhe për demonët, që do ketë të qara dhe kërcëllitje dhëmbësh përjetësisht. Zoti na ruajt nga kjo, por çështja është çdo gjë varet nga ne. Amin. Love the